Vlora, Berati, Cëriku, Mati dhe Tepelena tashmë kanë kryetarët e rinj të zgjedhur. Gara u fitua bindshëm nga socialistët, duke lënë pas me një diferencë të thellë kandidatët e pavarur që morën mbështetjen e opozitës. Në total votuan vetëm 18.45% e zgjedhësve, nga rreth 334.000 qytetarë që kishin të drejtën e votës, një përqindje tepër e ulët. Vlora, që ishte edhe bashkia më e madhe që shkoi në këto zgjedhje, pati përqindjen më të ulët të pjesëmarrjes. Vetëm 12.54% e qytetarëve ju drejtuan kutive të votimit. Me 15.672 vota, fituese u shpall Brunilda Mersini, e cila në 11 maj ishte zgjedhur deputete dhe dorëzoi mandatin për të hyrë në zgjedhjet e pjesëshme lokale. Mersini kryesoi garën me një diferencë të thellë përballë kandidatëve të pavarur, Dionis Thota me 2.333 vota dhe Gjergjinika me vetëm 1.975 vota. Në bashkinë e Beratit, Ervin Ceca i Partisë Socialiste fitoi bindshëm me 13.050 vota, ndaj rivali direkt Pavlo Shkarpa që mori 2.607 të tilla. Ceca ishte kryetari komanduar i kësaj bashkie pas dorëheqjes së Ervin Demos. Në Cërik, kandidati socialist Florenc Doka mori 6.201 vota, ndërsa kandidati i pavarur Amalildo Hoxha 1.888. Në garë ishte edhe Eligert Hima nga Shqipëria Bëhet me 1.275 vota. Mati pati përqindjen më të lartë të pjesëmarrësve me 39.23%. Fitues u shpall kryetari komanduar i bashkisë Altin Bojni me 7.425 vota. I dyti u rendit kandidati i pavarur me mbështetjen e opozitës Eduard Brahilika. E treta u rendit Suzana Pasha, kandidate e pavarur me vetëm 549 vota. Në Tepelen, Gramos Sako i socialistëve arriti të merrte 3.261 vota, ndërsa rivali i tij Gabriel Guma mori vetëm 928 vota. Kryetarët e zgjedhur do të drejtojnë 5 bashkit në një mandat që zgjat një vit e gjysmë, deri në zgjedhjet lokale të pranverës 2027.